numër 18. Përshëndetje. Përshëndetje me marule, me kastraveca, me sallat që do bëhet për pak. Sepse jemi në kuzhinë, jam me mamin, mami sot ishte në shtëpi, edhe jemi zgjuar në mëngjes, kemi për kafen ton, vajtëm edhe në pazar, morëm kështu gjëra ushqime për shtëpinë, fruta perime, e këto gjëra të bukura, edhe unë deri tani po bëja disa TikTok, disa gjëra që duen të postojnë këto ditë, prandaj më shikoni edhe të lyer. Më në fund dola në një vlog si njeri, sepse në gjithë të tjerat kam dalë në një sipat skandal. Qa? Si kafsh. Vole si njeri, në të tjera si kafsh. Po, okay. Je super funny. Edhe tani jemi në kuzhinë sepse unë nuk kam ngrënë as mëngjes sot, kështu që mami na ka gatuar thjerza. Nuk është ushqimi im i preferuar në botë, po e ha. Okej, shtyhet. Do me thënë, nuk është si fasulet, që fasulet nuk dua as t'i shikoj. Këto i ha. Edhe me pak sallat tani që do më bëj mami, e me pak feta. Unë më shumë ha feta se sa thjerza, po okej. Djathë suaj, djathë të bardhë. Djathë të bardhë, po, djathë të bardhë. Edhe me kaq mbyllim dhe shikemi të videoradhës. Po mendonim sot me mamin mos bëjmë dhe një ëmbëlsirë me lo makarona, që ju kam thënë që është ëmbëlsira që kanë si tradit këtu grekët të bëjnë çdo krishtlindje, por pastaj thash, unë edhe kur i bëjmë në shtëpi, prap të blerat më pëlqejnë, më shumë. Nuk e di pse, e kam këtë gjë që më pëlqejnë ato që marrim të gatshme. Do shkojmë mbase, pastaj mbas dite me babin ndonjë xhiro andej që blem ëmbëlsira, të marrim ndonjë melo makaron, të mos lodhemi, të mbaroj filmi. Je dakord me mua? Mos lodhemi, nuk është në një lodhje madhe, po thjesht se nuk do t'i hash ato. Po, që mami ka bërë edhe analiza tani këtë kohë, edhe i kanë dalë disa gjëra kështu më lartë se sa duheshi. Kolesteroli. Sheqeri e këto, dhe nuk dua të kem shumë ëmbëlsira që. Kështu, mami duhet të filloj dieta avash avash. Ndërkohë ti dhe në një kardiolog, sepse mami çdo herë që çoheshe nëpër festa të kërcej, lodheshe shumë shpejt, nuk ishte frymë, edhe nuk ishte fuqim. Edhe tha mos kam ndonjë gjë me zemrën. Vajti te kardiologu, i tha kardiologu që thjesht nuk je stërvitur. Edhe kuptuam që të gjitha kanë një logjik tani. Edhe po mundem të t'i them mami të nis dhe një gjë, dhe një kërcim, dhe një palestër, diçka të bëj për veten e saj, se nuk mundet në moshën 50 vjeç. Sa jeme? 53 mbyll për një muaj. 53. Edhe nuk mundemi në moshën 53 të na zgjedh frymat, mos mundemi të ecim pak në rrugë. Mirë është të mos na zgjedh fryma asnjëherë. Po. Unë jam dembele Lana. Mami është pak dembele vërtet është. Por me që i fola pak për analizat e mamit e të babit që bën këtë kohë, unë nuk kam bërë ndërkohë, duhet edhe unë të shkoj të bëj analizat e mia. T'ju kujtoj edhe juve të bëni analizat thjesht që të jeni të sigurt që nuk jeni gjë. Babi pa analizat ka parë që kishin munges një vitaminë. Vitaminën D. Edhe kemi bërë një porosi, prisni ta hap t'ju tregoj çka kemi marrë. Blerit prje mbi moshën 50 vjeç janë molers që janë si tip vitamine janë edhe këto, bëjnë mirë, nuk e di për qa, si, qysh tek. Po kanë brenda D3 edhe E. D3 edhe omega 3. Po, edhe omega 3. Sepse janë nga peshku këto. Janë nga peshku këto. Vitamina. Juve nuk hani peshk, kështu që. Po, pastaj vitamin C, edhe kemi edhe vitamin D3 për mamin që kishte mungesa edhe babi kishte. Po. Na kanë vënë brenda edhe karamele me vitamin C edhe këto. Blerit të bukura, të mira, si duken. Unë ndërkohë, çdo herë që kam thënë do filloj të marr vitamina, disi ta ndihmoj trupin tim, nuk i konsumoj kur. Pse filloj 2-3 ditë të para që e mbaj, them, okay, vitamina, pastaj haroj, nuk i marr. Thjesht rrin atje, skadojnë, dollap edhe i hedhim, kaq. Po këto që keni marrë? Frutat thata, kasius, këto që janë bajame janë. Bajame po pa lëkurë. Kanë pastruar dhe bajame me lëkurë kemi bërë. Të mira bajamet pa lëkurë. Sallata është gati, thjerzat. Mami ka vënë në furrë edhe speca të mbushura, që unë për veten time nuk i ha, po mami t'i lumshin duart. Edhe kaq ishte energjia jonë për sot.
ushtrim, ka që kishim. Unë vazhdoj akoma, po shkoj të bëj kungull me orizë. Po, fillovi me recetat. Mbusha specat, tani po shkoj si të mbusha dhe i kungull me orizë. Sa shkon vetë më keq situata, nga specat te kungulli që nuk e haj fare. Por, shikoni sa pe me bukur këtu. Isha shtrirë bashkë me mami, si që pat. Edhe ora ka vajtur 7 mbas ditës. Unë në orën 8 kam lënë takim me Stellën, shoqen time, të dalim. Na dërgoi mesazh shoku nga universiteti, të cilin kemi shumë kopa e parë me Stellën. Edhe them se jo të dalim, na ftoi të shkojmë të shikojmë një ndeshje që ka në volejboll. Na tha hajteni të shikoni ndeshjen e pastaj dalim të pim, të ham diçka. Do jetë edhe e dashura e shokut atje, edhe durim të gjithë bashkë, disi kështu e kemi lënë planin. Por, kush është problemi tani? Nuk dua të dal. Nuk mundeni të kuptoni sa shumë përtoj sot të bëj çdo gjë. Nuk dua të dal nga shtëpia. Nuk dua, në përgjithësi nuk dua. Dua thjesht të ri, edhe të vej një serial, edhe të digjem, të shikoj 10 episod brenda ditës. Këtë gjë dua të bëj me jetën time. Po pastaj nuk do jetë shumë e bukur. Përtoj. Është shumë bukur kur fillon e bën plane, thua po do dalim të bëjmë këtë ande, pastaj thjesht kur vjen ora që të dalësh nuk është bukur. Bën ftohtë jashtë. Duhet të ri në shtëpi që është ngrohtë, të mbuloj me një çarçaf, të pi një çokoladë ngrohtë këtu. Por unë, para se të filloj të bëjmë gati, t'ju bëj një temu hol me një pako që marrit i dje, edhe nuk ja kam treguar akoma. I kam lënë këtu në anë, nuk i kam hapur, që t'i shohim bashkë. Kam porositur para 2-3 javësh, kështu që nuk mbaj mend as edhe një gjë nga këto. Do jetë një surprizë edhe për mua. E para, që më duket si një klub për diçka. Mbaj mend, kisha marrë për kamerën të re që mora. Desha një klub që të mundem të marrë me vete në për udhëtime. Nuk nxen. Është shumë e vogël për kamerën time. Super. Nuk i pash për masat mirë të më bëhet, do e përdor për diçka tjetër. Bravo Leana, ja dole dhe kësaj radhe. Po, është klub për kamerën. Kjo shpresoj t'i bëj, sepse thoshte që është kastile për këtë kamerën që kam unë. I vetmi problemi ishte që gjeta vetëm këtë ngjyrën rozë dhe disa të tjera që as ato nuk më pëlqejnë shumë. Edhe thash do ma rozën, s'ka gjë. Nuk gjeta do një të bardhë bezh, kam neutrale të mos bie shumë në sy. Jo, rozën. I bën. E mbaj kështu që ta mbroj sepse me kamerën e fundit nuk isha eksperiencë shumë të mirë. Më ishte thyer. Gjithë ekrani para, edhe ishte edhe e motrës. Akoma e kam atë kamerën. Është G7X edhe ajo, po më i vjetër. Mark 1, 2, nuk e mbaj mend. Përse ky është Mark 3. Shikoni hapet këtu para që të mundesh të ndezësh. So cute, më pëlqen. Bravo, më lum që e bëra këtë blerjen. Një klëf për telefonin. Njërë në kaq kujtojmë edhe unë të ndroj do një klëf të telefonin im. Edhe kësaj radhe mora këta. So nice, so pretty. U bëra xheloze sepse pash që motra kishte marrë një të ktill, një leopard. Më pëlqeu edhe thash do e marr edhe unë. Edhe e vërteta që duket shumë cute. Kam marrë edhe xham për kamerën time të re, që ta vë këtu para te ekrani që ka, që të mos të thyet, ta ketë si mbrojtje, nuk do e hap tani, do e vë në një moment tjetër që do kem pak më shumë kohë. Porosita këtë waxin për vetullat më kishte mbaruar, sepse mua më pëlqen shumë t'i ngre vetullat lart dhe vinte bashkë me këto furçet për vetullat. So nice, më në fund do bëjmë njëri. Këto nuk e kam idën fare që janë. Po, mora gjeta. Po janë këto të trashat që përdor tani për dimër, të cilat kanë të pellushin brenda. Nice, sepse ato të tjerat ishin gati të më grisen, kështu që thash do i porosis që tani të rejat t'i kem. Këtu qa kam marrë? Çorape. Mora unë çorape. Nuk e mbaj mend fare që kam porositur çorape që ta dini dhe tani që i shikoj nuk e di. Këto janë të parat me lulka, prap me lulka. Janë të gjitha me lulka me sa po shoh. I like a beautiful flower. Mos mi kanë vënë dhurat. Këto, shumë cute janë, më pëlqejnë. Nice. Nice! Këto jam e sigur që do i vesh, nice. Se nice edhe më gjithkon. Edhe këto shkruaj nice lart. Re qa u bë? Le të vazhdojmë. Kam marrë bijame. Ç'ne? Qa pata unë? Kam marrë bijame, të cilat mbase i kishan mendje që ishin për dimër, por kanë këtë materialin të holl, janë për pranverë. Shumë cute janë.
besh me fjongo. Edhe këto janë pantallonat, kanë nga poshtë. Kapele, ka marrë kapele. Oh, so cute. Mirë, tani nuk duket shumë bukur, po mendojni të kombinuar kështu me gjëra me palto, me diçka të trash. Kjo e mbaj manqash, sepse vajta në Itali, edhe motra, kishte 2-3 bere, edhe i provova, edhe mendoj se më shkonin. Thash të provoj të ble edhe unë një, nuk e dia fare ç'a ngjyrë do më shkonte, edhe mora këtë, e cila nuk jam e sigurt po më pëlqen apo jo. Mendoni ju që këtë do kisha mundësi ta vesh diku jashtë, edhe të mos më tallnin njerëzit, apo kur të shkojmë Paris do e përdor vetëm kur të shkojmë Paris. Duke bërë manifesting të shkoj në Paris. Në fund kemi një shall, desha një shall të bardhë sepse nuk kisha. Edhe herën e fundit që mora shall nga Temu, më pëlqeu shumë kualiteti që kishte dhe thash do marr edhe një të bardhë, sepse ai tjetri që kisha marr ishte jeshil. Është shumë nice, është super e butkë, edhe super e ngrotkë. I like it. Ti gëzoj të gjitha, shumë të bukura ishin. Edhe tani është ora të mbledh rumuin këtu poshtë edhe të filloj të bëjmë gati. U bëra gati brenda një çerëkore sepse sa mbarova holin kuptova që nuk kisha kohë. Kishte kaluar ora. Edhe unë isha në një botë tjetër. Kështu që vesh palton, po marr çantën, ju tregoj outfitin jashtë edhe nisemi. Ja si duket edhe outfiti total në pasyr. Kam veshur këto pantallonat gri me bel të ulët, një bluzë të thjeshtë të zezë, vesh edhe një xhaket nga brenda të zezë, të ripin këtu që është vintage, e kam marrë në Itali në të përdorurat edhe e adhuroj. Edhe çantën e kam marrë në të përdorurat, këtë të zezën që kam veshur, çiz me poshtë me tak, pallton time gri edhe jam gati. Edhe di si ka filluar edhe po më pëlqen ky klëfi që po e talle që pa rozin. Nice, I like it.